thuhet që Belinda Balluku i ka thënë Edi Ramës palloshi i gjatë. Po ashtu është. Nuk e ka shohë. Se ka ofenduar. Si mund të duhet kryeministri? Mongit këne. Mongit. Trupi fyll e mendja pyll. Mongit, fyll i gjatë. Si ka mundësi shqiptarët e duan kaq shumë? Shqiptarët? Janë fukara, i mashtrar me një gotë bjerë. Kanë marrë shqiptarët. Ju arriti pensionin? Po në arriti. Gërën e 10 herë qëmimit, në arriti 2% pensionit. A e kuptove? Jo. Kjo është. Unë se kuptova. Ku ka më shumë pallosha, në opozitë apo në qeveri? Shiko, nuk ka mongit, dikrat. Dikrat nuk janë mongit. Nuk janë. Ja, dikrat. I keni loj. Për Belinën folë prap. Alo, sa po mori Edi Rama ta? Po shumë mirë, kopë qnash. Ta, qa halli ka e Belinda Balluku tha që më thotë më pallosh sepse mora nga hiqi, e bëra zëvendës ministre, zëvendës kryeministre dhe tani më thotë pallosh. Kush e boni? Zëvendës kryeministre? Edi Rama. Shumë gabim. Dhe nga ana tjetër ajo thotë pallosh. Ja njefi ato shkollat edhe kulturën, ku e ka mërë shkollën. Aja? E futi pa shkollë. Aja fajtore, e se ka fund punë. Jo Belina. Kuadri duhet zgjetë me gjitha dokumentat edhe ta futi shpunë. Po këta disja puna. Nuk e kanë kulturën në nënfuncit, nuk e kanë uniformën në nënfuncit, dhe nuk e kanë drejtën në nënfuncit. Qa ka bërge Belinda Balluku? Qa ka bërge Belinda Balluku që po zjenë që... Edina e me ta. Edin Rama bëllës ta. Unë ishëm i vogël, shushëm me dhi, edhe zjarë, kishë zjarë e shumë. I vishëm komën edhe e kapshëm për koke janë zërë. Me Belinda Ballukun e ka kapë zjarë për bishti. A e kuptan, a je gazetar. Për bishti ja kanë gjitë edhe ka merë se në shpet edhe ata, një teta. Respekte. Miro pashe. Komunista, ja. Jo, qëmë komunista. Jo, erë komunista. Komunista unë. Komunistat e ka përmis herë. Po flasim për palloshin e gjatë. Qa do me thënë palloshi i gjatë? Po palloshi i gjatë në fjalorin shqip, do thot dikush që... Se jetuam si pashallar kemi jetuar në komunizëm. Në shumë mirë kemi qenë. Me gjithmonë tu është mush me kinez dhe komunizmi në kinezi ka ardhur. Sa për tini. Nga këta ka të qikë gjëra në mbrapa. Ja, në kinezi ka ardhur. Ta në solën komunizmin? Ta në prunë komunizmin, ja. Ja. Komunista. Po komunista. E qa ka komunizmi? Ka për qikë ndë? Po më mirë komunizmi se sa... Më mirë komunizmi se sa... Se sa kush? Sot. Pse më mirë komunizmi? Po, në komunizmi jetonim gjithë njësoj, ishte një barazim. Si ka mundësi që Edi Rama e mori zëvendës ministren ose zëvendës kryeministren Belinda Balluku nga zero? Edi Rama e bëri lule Tiranën, po rri urtashi, e bëri. Atë që e bëri, e bëri. Pse këta po kapen pas Belinda Balluku? Qa ka bërë kjo? Belinda Balluku ka të tjera, detyra dhe i përgjijet gjukatës. Në qofë se ka bërë, nuk i dim. Si pas disa përgjimeve që kanë dalë, tek Spaku, në dosje, thuhet që Belinda Balluku i thoshte Edi Ramës palloshi i gjatë. E thoni jo, po e tha jo? Ta shi ta di dhe unë. Thuhet tek dosje që ka Spak. Ore, ta shi dali shumë gjera. Tek dosje thuhet që nëpër midis bisedave që ajo u bënte varësve të saj, thoshte palloshi i gjatë. Si ka mundësi që një zëvendës kryeminist ose një vartë se Edi Ramës arrin t'i thohet palloshi i gjatë? Nuk ka mundësi që t'i thot ajo palloshi i gjatë, kur ajo ha dhe pi me të. Brek e byth, i themi neve. A që e shua për jo? A thua se po e fillon po e nëzirë mbrapsh? Atë avash avash, dalin gjera, dalin shesh. Ure, po ke bërë do dalin gjera shesh, po ke bërë. Në qëfë se ke hëngër hudhëra, do të vijera goja. Prandaja që ajo... Kujt po vje më shumë mira goja, Ramës apo Ballukut? Pas atyre që a shifrin në televizor? Unë them se Ballukut, se ajo i ka marrë ato që tek tuneli Logoras e mera dhe gjitha. Nuk duhet të flasë në tepër. Si pas jush, ku ka më shumë pallosh? Në opozit apo në politikë, qeveri? Në opozit ka shumë, Gjon. Në opozit do t'i them gjithë. Që të Saliu e të Flamur Noka e mera gjithë pallosha.
Pastaj vjen edhe Rama i fundit fare. I tash ta mbyllim me kaq. Respekte.